Dhe ja ku jemi bashkë dashur miq në pjesën e parë të emisionit, siç u informuat edhe në fillim, I tregova të gjithë mysafirët që do të kemi sot, të gjitha temat që do t'i trajtojmë, materiale të shumta, të cilat gjithmonë janë ato që mendojmë që janë përgjigjet nga burimet të fushave, të ekspertëve të fushave të ndryshme, direkt për gjitha shqetësimet tuaja. Gjithmonë e tham përmes emisionit që nuk duhet lexojmë burime të pasigurta, nuk duhet të marrim informacione të pabaza, nuk duhet të trajtohemi me këshilla të njerëzve të cilët nuk janë profesionistë të fushave. Gjithmonë duhet kemi kujdes që një këshill, një mendim, një konsult ta marrim thjesht nga njerëz të adekuat të fushave përkatëse, të cilët kanë studiuar për atë fushë, për atë lëmi në cilën ju keni nevojë. Pikërisht për këtë është edhe dera kryesore Familja Jonë, ajo që bart informacione nga burime sigurta, njësoj siç është edhe bashkëpunimi që do ta ndajmë sot me shumë kënaqësi edhe shumë krenare që kemi mundësi që si Familja Jonë të përçojmë mesazhet më profesionale nga Live Conference 2025 që do të mbahet për pak ditë në Prishtinë, që është viti I parë, që unë shpresoj shumë që si viti I parë, ndoshta do të ndihmoj edhe më shumë në akumulimin e të dhënave dhe nevojave të cilat do të njoftohen edhe më shumë nga ekspertët e mjekësisë, nga ekspertët e shëndetit mendor, që do të jetë një traditë të vazhdoj që të kontribojë sa më shumë në përmirësimin e stilit të jetës. Gjithmonë e themi që dinamizmin e ka marrë përpara dhe stili jetës është ai që po na imponohet dhe jo ai që duam ta kemi, por ja që këshillat profesionale do të na ndihmojnë, sidomos nga kjo konferencë që do të jetë për pak ditë. Normalisht unë jam moderatorja dhe përcjelli përgjigjet nga vetë mysafirët, mysafirët ata janë që na informojnë më saktë për çdo gjë që do ndodhë në këtë konferencë. Konferenca organizohet nga Chester Group dhe do të ketë emrat më të njohur të shëndetësisë, të cilët do të ketë, nëse nuk ka bëj 3 panele, por që do ta kuptojmë edhe gjatë bisedës, ku do të mësojmë shumë fakte të dhëna e përgjigje të nevojave të përditshme të rutinave tona. Në studio për të folur pikërisht për konferencën kam të ftuar Flutur Mustafa Plana, Head of PR Communication në Chester Group dhe në Lifestyle Conference, dhe Dr. Rushit Ismaili, specialist I mjekësisë familjare nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prishtinë. Mirë se erdhët. Shumë kënaqësi me ju pas studio. Unë tash sa vite mundohem çdo ditë më shumë të punoj në vetëdijsim sa I përket shëndetit, po një konferencë e tillë, një punë e tillë që Chester Group organizon dhe që me një pozitivitet si çdo herë doktori gjithmonë I gatshëm me kontribute tek opinioni tek pacientët, e bën edhe më të begatshme si ide këtë. Po do doja fillimisht, megjithëse kemi vetëm një mashkull në studio, po prapë do t'ja përparësi Flutur, sepse ideja e konferencës, unë e thash me shumë krenari e me shumë kënaqësi, pranova me nda tek shikues tonë, të cilët e besojnë shumë informacionin kur del nga ne. Ideja është fantastike, sidomos më shumë është e nevojshme, sepse stili I jetës nuk është më stili që duam, është stili që po na imponohet. Sakt. Faleminderit Saranda, është kënaqësi me e nda këtë diell me juve, me shikues të Kanal 10 dhe Familja Jonë. Lifestyle Conference 2025 ka për temë këtë vit si viti I parë Lifelong Health and Harm Reduction, apo shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi I riskeve, që është një temë e cila na prek në përditshmëri dhe synon që të mbjell zakonet e mira, zakonet e përditshme të vogla, që reduktojnë domethënë riskun në secilin aspekt shëndetësor, në secilin aspekt të jetesës dhe na largojnë nga ato zakone që nuk janë të përshtatshme për stilin e shëndetshëm të jetës dhe janë të dëmshme për shëndetin tonë. Kjo ka ardhur si një ide që duke pa dinamizmin, duke pa jetën e shpejtë dhe duke pa që nuk I kemi kurrë mbase 10 minuta për veten, apo lemo 1 orë për veten gjatë ditëve, vjen një pikë ku thu që hajde t'i japim diçka komunitetit, që I jep material me mendu, me reflektu dhe me vazhdu një rrugtim, apo me fillu bashkë një rrugtim që na kontribuan të gjithëve. Nëse nuk mujmë 1 orë në palestër, mujmë 10 minuta të shtëpia me pas një shtriqje të muskujve, një zgjatje, një nxemje, sa për fillim një ecje, sa për fillim të mbarë të ditës. E kjo është një reduktim, për shembull, një reduktim dëmi që e bëjmë karshi I shëndetit tonë fizik.
Kështu që besoj që shumë këto edhe shumë tema tjera kanë mu trajtu. Jam shumë e nderuar që kemi Dr. Rëshit Ismailin, një pjesë e panelit të tretë që do të diskutohet për stresin post-traumatik dhe mënyrën se si ta reduktojmë riskun e PTSD-s dhe nga aspekti i përgjithshëm dhe me çka përballet, domethënë dhe mjekësia e përgjithshme e tjerë. Mirë, po ne si konferencë synojmë që të kemi shumë pjesëmarrës, ka shumë të interesuar dhe të gjithë të interesuarit munden me u regjistru te linku që kemi bë share në rrjetet tona sociale. Do ta bëjmë share edhe tek familja jonë, do të keni mundësinë që edhe tek faqja e Lifestyle Conference, edhe tek familja jonë, të shkoni tek linku, të regjistroni dhe të merrni pjesë, që të jeni sa më afër çdo informacioni që do ndahet gjatë gjithë ditës me datën 13 nëntor. Doktor Rëshit, ajo çka bëm interesant tash sa vite karrierë, çdo ditë keni dhe përballeni me halle të ndryshme të njerëzve, me pacientë të ndryshëm. Shpesh edhe mjeku familjar është ai që ndoshta e ndajmë kohën më shumë se me çdo kohë tjetër, sepse çdo dhimbje e ndajmë fillimisht me mjekun familjar. A mendon nga kretë feedbacku që ki për pacientët që jemi të gatshëm ta përqafojmë reduktimin e dëmeve që po e thot Flutra për me ndryshu këto, a jemi të informuar mjaftueshëm për kaq progres? Në qoftë se flas për karrierën time, në fillim ka qenë goxha e vështirë që të flitet për stilin e jetës, madje në qoftë se ti ke dalur për të ecur kat, edhe ke dalur për çështje shëndetësore, madje është konsideruar pak e pazakonshme, çka ka njëri që po del, se me hec më lodh. Del për çështje të punës. Edhe në fakt kjo lidhet me mënyrën se kanë jetuar njerëzit më parë. Nuk kanë pasur nevojë për të dalur për të ecur kat, sepse kanë punuar në fusha, kanë punuar në ara, nuk kanë pasur nevojë pastaj për të dalur veç sa për të dalur. Me kalimin e viteve u ndryshu situata, njerëzit nga punët e fushës kryesisht migruan në qytet edhe patëm punë të cilat janë kryesisht lidhur për karrigen, pasive. Përfshirë edhe puna e mjekut që pak a shumë është lidhur me pacientin, kështu që kalon tazëm shtator, tetor në punë edhe lëvizjet janë të vogla, kështu që edhe vetë mjekët do të vëdësohen që të janë pak më aktiv. Kjo ka bërë pastaj që ne të bisedojmë shumë për ndryshimin e stilit të jetës, kështu që çdo pacient që vjen, me çfarëdo problematike që vjen, ne i themi që baza e trajtimit janë 3 gjëra magjike, ti themi ashtu. E para është dieta shëndetshme, që po na mungon çdo ditë krahasuar me atë si jemi shyrë më parë, sepse ka shumë ushqime të procesuara sot. Pastaj është aktiviteti fizik, ka plot këtë përmend në radhë parë. Ndoshta programerët janë më të rrezikuar, thashë doktorët po se bën me raste. Ata që punojnë në banka, shumë persona tër ditën të lidhur me kompjuter. Edhe vetë që ta kalojnë pas tazëm 1 orë, pastaj të ngritën pak televizin, pak të bëjnë shtriqje të muskujve, siç tha Flutura, ose thjesht të ecën pak shkallëve, kryesisht rrinë të lidhur për karrigen para kompjuterit, edhe pastaj psojnë edhe pak probleme të qëndrimit me shpinën, po edhe ato probleme për shembull të cilat i kanë hipertension, diabet, problemet me lukth, ankth, stres, akumulohen për shkak të mungesës së aktivitetit fizik. Edhe sigurisht që do të flasim me shumë gjëra tjera, po me që i përmenda 2 gjëra magjike, s'kam se si të mos përmend të tretën që është magjia e magjive, kujdesi për shëndetin mendor. Sot njerëzit janë shumë të preokupuar me shumë çka, edhe me gjëra të cilat ne jemi në gjendje të zgjidhem, edhe ato që jemi në gjendje të zgjidhem, edhe ka më pak shkrem, lexim, këndim, daljen e për aktivitetet të ndryshme, biseda me shok. Këto janë gjëra pak a shumë të munguara të cilat ne duhet të rikthehemi. Nga kjo, doktor Rëshit, nëse dikur ka mungu informacioni, sot informacioni është më i servuar, më i praneshëm, por dinamizmi të cilin e kemi pranu dhe përqafu, ndoshta po e stopon me marrë si të shnetshme informacionin që stili jetës është i gabushëm që po bëjmë. A mendon që edhe nëse e dim, nëse kjo nuk o mirë për neve, na prapë po vazhdojmë? Dhe informacionet që merren nga njëherë janë pak si të tepruara, në kuptim që njerëzit rrinë shumë në telefona. Jemi të pranishëm. Edhe aty gjithkush po plason gjithçka, kështu që jo gjithmonë është më e duhura.
Pastaj edhe kur bën këshillime shëndetësor, njerëzit gjithmonë thonë nuk kam kohë, nuk kam kohë për palestër, nuk kam kohë për dalje në natyrë, ose ka që thonë që po mjafton ai aktiviteti ditor, ka të them që është më shumë të gratë, se të punojnë në shtëpi, edhe thonë që unë mjaft jam aktive në shtëpi. Bëj kilometra. Po bëj kilometra. Po më marr kilometrat janë mjaftueshme. Mirë, po dalja për të ecur është vetëm për të ecur. Ose ta marr shembullin kështu, unë shkoj në palestër, edhe kryesisht janë të rinj, pak janë të moshës time. Apo? Në vend që të vinë në të rinjt janë në rregull, pa ata vinë më shumë për të ndërtuar fizikun, se sa mosha mesatare që ka nevojë për të rregulluar shëndetin. Çka bëjnë? I marrin telefonat me vete. Në vend që telefonat i lënë në dollap, edhe kur shkojnë për aktivitet fizik, që duhet të ndërlidhet edhe me aktivitetin mendor, harrojnë që edhe qetësia e ka atë nevojën e vet për të rregulluar edhe trupin, edhe mendjen, edhe shpirtin. Flutra, nga kjo që bisedua me doktor Rëshitin, po besoj që është një ndër arsyet e forta që edhe Chester Grupi ka menduar si ide lifestyle konferencën, sepse unë po besoj që i keni shiku edhe i keni hulumtu e i keni gjetë kretë këto rreziqe të cilat dome dihet, e zgjidhja dihet, po që nuk po bëhet një hap para. Po, Saranda, ne kemi mendu me shku me këtë temë që është ECHA, Lifelong Health and Harm Reduction, apo reduktimin e riskjeve, sepse fillon gradualisht me reduktim të një risku, po të një dëmi deri në eliminim të një zakoni të keq. Ajo ndodh me sheqernat, me ulljen e dozës së tyre që i marrim i konsumojnë gjatë ditës. Ajo ndodh me ushqimin e procesum, fast food dhe gjitha. Vazhdojmë të reduktojmë. Ajo ndodh me reduktim me pjesën e 10 minutit, 20 minutit të aktivitetit fizik. Pastaj reduktim të dëmeve apo të riskjeve mund të bëjmë edhe ata që janë konsumues të duhanit, për shembull. Nëse nuk munden me elan me njëherë që është gjëja më e mirë e mundshme, mund të reduktojnë në mënyra që janë më pak të dëmshme, që është duhani pa djegje, për shembull. Mundet të ketë, do më thonë, reduktimi i alkoholit deri në eliminim për arsyet të ndryshme shëndetësore që nuk mundem tash se jam ekspert, më thonë, tek shëndeti i mëlçisë apo edhe te pesha që besa që shkakton, do më thonë, edhe obezitetin. Mandej detoxing nga teknologjia, nëse i marrim brenda ditës, nëse bëjmë një orë detox nga teknologjia, të mos qenit online krejt kohën me persona virtual, për të qenit online me persona që na rrethojnë. Edhe ajo është një reduktim i dëmit sa i përket shëndetit mendor edhe ngarkesës që kemi çdo ditë. E duke marrë parasysh krejt këto, duke marrë parasysh se sa jemi të ekspozuar ndaj një stili të pashëndetshëm ose pakës të dëmshëm të jetesës, kemi bërë atë analizën dhe besojmë dhe do ta çdo të gjetur apo çdo rekomandim të konferencës do ta ndajmë me institucionet relevante në mënyrë që në hartimin e politikave në të ardhmen t'i kenë parasysh disa komponentë, sepse edhe shëndetësia ndryshon dita ditës, edhe nuk mundesh me pas të njëjtën politikë apo të njëjtin ligj apo të njëjtën si themi, bazë si para 5 viteve apo si para 10 viteve, sepse ajo është diçka që ndryshon me studime shumë të fundit edhe duhet të ndryshojmë ne me të, jo ajo me neve, dhe duhet jemi në hap, sidomos për ka aspekti shëndetësor. Teknologjia e gjitha këto i ka shpejtu, deshtëm nuk deshtëm na duhemi me nëzon hapin, pastaj është edhe inteligencë artificiale që kur vim tek informata që na plasohen, na mas pari e pysim ChatGPT-n sa që shkojmë me pyet doktorin. Edhe e vetë diagnostifikojmë veten edhe vim të një rrezik alarm i madh që mundemi me shku me marrë dhe barnat pa përshkrim të mjekut. Edhe që fatkeqësisht Kosova është ndodh dhe mundesh me marrë antibiotik të qasshëm kudo. E që një reduktim i një risku shumë të madh për shëndetin e përgjithshëm është kjo. Mos ta konsultojmë ChatGPT-n, ta përdorim për disa sende më të tjera, jo për me marrë rekomandim të barnave, sepse vajzët një atë thotë, por prap të lutem konsultoje mjekun specialist për këtë punë. Dhe normal një thirrje që bile edhe barna të jepen me recetë të mjekut, me përshkrim të mjekut, të merren suplementet të kontrolluara, të provuara, të testuara, në mënyrë që të reduktojmë dëmin që mund t'i shkaktojmë nesër shëndetit tonë. Deshta mi u kthy paneleve, sepse
duke qenë se paneli i parë trajton pikërisht varësit nga substancat narkotike, varësit nga duhani, varësit nga alkoholi dhe reduktimin e dëmit në këtë pjesë. Se si mund të vazhdojmë. Ne kemi një moderatore të këtij paneli, do t'jetë Freskida Miloti dhe do t'jetë një ndër toksikologët Roland Shuperka, për shembull, që është pjesë. Kjo është vetëm një nga panelet. Një nga panelet. Pastaj kemi Vera Orën që vjen si keynote speaker dhe ndonë aspektin e saj si psikiatre në këtë pjesë, në këtë aspekt, si dhe tregon historinë e saj gjatë përballjes me sëmundjen e kancerit. Pastaj kemi një lifestyle coach që është Saranda Dervisholli, e cila do të tregoj historinë e saj që është përballur me atë djegjen mentale, djegjen psiqike apo burnout, dhe si ajo e ka marrë veten pas asaj pjese dhe çka e ka shty atë që të bëhet një coach, një trajnere e jetës së shëndetshme, një këshilluese e mirë. Kemi tek paneli i dytë që trajton temën e shëndetit në përgjithësi nga lindja deri në moshë madhore, veprimet që ndërmerren, hapat dhe çdo gjë tjetër që ndikon apo si ndikon. Kemi endokrinologun e njohur doktor Elton Bahtiren. Pastaj kemi, ty të falenderoj shumë për përgjigjen pozitive dhe vullnetin për me qenë pjesë dhe moderatore e këtij paneli. Pastaj kemi panelin që trajton pjesën e shëndetit mendor dhe stresit post-traumatik, duke marrë parasysh se duke qenë që jemi një shoqëri e dalur nga lufta, nuk është shëru dhe nuk është bë mjaftueshëm rreth trajtimit të traumës që ka shkaktuar lufta e fundit në Kosovë. Dhe për këtë kemi ekspertë të ndryshëm e që do ta udhëheq këtë panel Kaltrina Ajeti. Këto shumë nutricionist, do me thonë specialist të shëndetit fizik, por edhe mendor. Dhe mendor do t'jenë pjesë e lifestyle konferencës që me fol për eliminimin e veseve të dëmshme, reduktimin e rishjeve dhe këshillat të vlefshme për një jetë shëndetshme. Flutra, para se me shku edhe me detajet tjera të konferencës që do t'i shpalosim për Çikustan, ajo çka po më intereson shumë kur po flasim edhe kur fliste Flutra, gjithmonë e mendoj sa njeri thot, po unë kam një smundje kronike, po unë vuj prej kësaj, sikur i dorëzohen çasaj se çka i ka ndodhur. A janë vetëdijshëm njerëz, doktor Rushetë, a mundesh me na shpjegua edhe për audiencën që smundjet kronike edhe mund të parandalohen nëse kemi një stil të mirë të jetës, na? Tani, më falje. Pa problem. Ne kemi shumë pacientë të cilët kanë smundje kronike, si hipertension edhe diabet, edhe ato përveç që parandalohen, duhet edhe të trajtohen. Absolutisht. Shumë rëndësishme është që këta njerëz ta kuptojnë që do të jetojnë me këtë problematikë, qoftë përmes marrjes së rregull të barnave, qoftë përmes ndryshimit të stilit të jetës. Ajo që ju them është se ka të i merr ti barnat në qoftë se nuk bën ndryshime substanciale në stilin tënd të jetës, edhe kjo ka të bëjë me dietën edhe me aktivitetin fizik. Mirë, po në qoftë se që në fillim ne krijojmë shpërhitje mira të jetës, të aktivitetit fizik, ne i parandalojmë edhe hipertensionin, edhe diabetin, edhe depresionin, edhe stresin. Kështu që stili i jetës është çelësi, është baza për çdo parandalim të smundjeve kronike. Po që nëse shkojmë që na jemi një shoqëni, nashta jo tek persona që s'kan smundje kronike, por ata mund ta parandalojnë një diabet, një yndyrë, një obezitet, mund të parandalojnë problemet me zemër, mund të parandalojnë shumë probleme nga mënyra e stilit jetës që i përmend Trimagjit, që the aktiviteti fizik, ushqimi mirë dhe qetësia mendore, shpirtërore që duhet ta rrethojmë veten. Patjetër, Saranda, sepse smundjet kronike, sidomos kardiovaskulare të zemrës, janë smundje moderne. Ne njerëzit më pak kanë vojtur përpara, pasi që kanë jetuar më shëndetshëm, kanë qenë më aktiv, kanë përdorur më pak yndyrna, më pak sheqerna. Kështu që kur i bëjmë në këshillën tek pacientët, themi që të përdorin çaj pa sheqer, kafe pa sheqer, kjo në një mënyrë parandalon edhe smundjet kardiovaskulare, edhe i bën më të shëndetshëm. Po, Flutra, kur po flasim këtu ndoshta njerëz që po na shikojnë thonë çka mundemi me përfitu prej konferencës, panelet shumë të mira, shumë profesionale, po çush do të jetë çësia për ta?
Po, në fund të çdo paneli do t'jetë pjesa e rezervuar për pyetje dhe përgjigje dhe secili që ka ndonjë pyetje është interesuar që di më shumë rreth një teme të caktuar apo rreth një çështje që është ngrit nga panelistët të diskutu, mund të adresojnë, ta marrin përgjigjen dhe munden domethënë me pas një rrjedhim me ata mjek dhe me ata profesionistë shëndetësor aty për aty gjatë konferencës, në mënyrë që edhe të konsultohen për veprimet që merren apo nuk merren për një stil të shëndetshëm të jetës. Siç cekum, doktori, unë e kam rastin në familje, është babai im është shembulli i preventives apo i rastit, i reduktimit të rrisjeve, sepse duke qenë sa i ka vujt një kohë nga diskusi dhe nuk ka kohë për palestër, ai zgjohet çdo ditë gjysmë ore dhe bën këto ushtrimet që janë të preferueshme. Është personi që i bën, domethënë, analiza çdo 6 muaj, rrin vetit gati, pak probleme kardiovaskulare, kështu e tilla, ruhet shumë në ushqim dhe i parandalon disa gjëra, disa rreziqe, domethënë i redukton shanset për me pësu ndonjë gjë më serioze. Nga ana tjetër kemi pacientë tjerë që janë me diabet dhe kam edhe këtë rast e kam në familje që merr terapi ndaj diabetit dhe anë ëmbëlsirë dhe kur i dalin analiza thotë po pse pi marrën ne këto për më shumë ongër hamel. Edhe bujnë këtë anën tjetër, po për te konferenca esenca është që përpos brezit ri që tash ka qasje edhe më shumë në informata, edhe falë Zotit janë edhe pak e duan shëndetin edhe e ruajnë pak më shumë se sa mosha gjenerata ime, për shembull 30 vjet, 35, 40-45, që na janë pjek disa zakone, disa vese, me thonë, jam pro kësaj që ka ndryshu njerëz. Ka ndryshu, pikërisht duke që jemi ne, domethënë 94 e këtej ose pakës më herët, që kemi nevojë me punu për me i hek disa vese që na janë pjek, domethënë, sepse thjesht për me reduktu një rrezik të mundshëm që me kalu në obezitet, me kalu në sëmundje që na prekin edhe shëndetin riprodhues, sepse jetë një stili i pasiv i jetës edhe këtë e realizon, kështu që po besoj që kemi punë me plot gjenerata dhe targeti nuk është vetëm një grup mosh, është janë të gjithë ata që punojnë, ka një rutinë të punës dhe që nuk kanë kohë për veten, apo që pretendojmë që nuk kemi kohë për veten. Këta qytetarë që do të mund të aplikojnë dhe të qenë pjesë e konferencës, do të kenë mundësi të ndjekin vetëm njërin panel dhe pjesa tjetrin panel, apo mund që ndojnë në 3 panele? Është e hapur gjatë tërë ditës nga ora 9 deri në ora 2, duke fillu tek Marriott Hotel në Prishtinë, dhe kush nuk ka kohë mi ndjek të tret mund ta ndjekin veç njërin, varësisht nga interesi që e kanë caktuar, mirë po ajo është punimet e konferencës janë të hapur për të gjithë. Mjafton me regjistru te linku, duke qenë se dhe hapësira është pakës e kufizuar dhe ta nxojnë vendin, ta rezervojnë vendin me kohë. Do të jetë me pagesë, pjesëmarrja do është gratis. Është e hapur, është e lirë, pikërisht për temën që trajtohet, që na prek të gjithëve, dhe është temë për te shëndetësore është temë sociale, do më thonë që ka një rëndësi të veçantë. Normalisht, unë si që thashë dhe ma herët, familja jonë si një dritare e informacioneve të sigurta, do të mundohet që gjatë ditës të ndaj sa më shumë pjesë nga konferenca, po idealja është që ju t'jeni aty, merë në pjesë, të bëni pyetje tuaja, të shkruani këshillat e duhuna që ju vynë për juve në përgjithësi, por për familjen tuaj, sepse një familje shëndosh, jemi një shoqëni shëndosh. Pastaj, po më intereson, doktor Rëshet, me ditë cilat janë këshillat e bazë, apo këshillat e para, që i kështë thonë që janë më të lehta që nuk priton njerëz, sepse unë e di që edhe ju edhe Flutra e dini që ketë njerëz me përqindjen më të lartë thonë të hanën kam nis fitnesin, ajo hanja s'vjen kurr, ose me të parin s'vjen kurr, ose kam janis dietës me të parin, edhe ajo nuk vjen kurr. Cilat janë 3 këshilla më të thjeshta që e shishmojnë, po e thëmë tojza, ndryshimin e stilit të jetës. Qa du të me bo mas pari? Të fillëm gjërat krejt bazike, për shumë të zgjohëm herët në mëngjes, edhe të bijmë, të shkojmë në shtrat me kohë. Këto mund të bëjnë. Kur është kjo me kohë? 10, 10. Për nanat, ora 10 është fillimi i ndrimit tjetër, masi flejnë fëmija. Mija që atër pak scroll në telefon. Ta zëmë para 11 pak tjetër, të kryosh shprehi të mira të gjumit, edhe zimit të hershëm. Këtë me një ditë mbarë fillon gjithçka edhe mbarësia,
Pastaj është mos konsumojnë sasi të madhe të kripes dhe të sheqerit. Këto mund ta bëjnë. Kur është fjala të dohani është gjë shumë e vështirë që ta bëjnë. Po mund të ecën 30 minuta në ditë me hap të shpejt, mund të dalin në natyrë, këto mund ta bëjnë. Edhe çka tjetër mund të mos qëndrojnë para televizionit tërkohës, po të lexojnë diçka relaksuese ose të dëgjojnë muzikë. A janë të mjaftueshme si frikëshilla? Janë të leta, po do ose mund të ecim deri në punë, ose jo na do të na gjet parkingin para derës. Jo, adin, nashta i shkon mirë ideale se na kem qef. Adin, na jem pak popull që i marrim referimet, për shembull nëse tezja ka përdor diçka, i thonë edhe nonës, merre që çajin për dopse. Po, na jem ai ta dim një rutinë ditore të doktor Rushitit që është kaq i shëndetshëm, kaq vital. Çfarë bën, po? Zgjohem herët në mëngjes gjithmonë, zgjohem në orën 6 edhe bi shumë herët për të fjetur para orës 10. Edhe pastaj përfundoj orarin e punës, edhe shkoj në palestër pas orës 3. Po. Zakonisht e përgatis vetë darkën. Okej. Drejken darkën. Edhe kjo është pjesë e stilit të jetës. Po, pjesë e jetës, sepse mund të ushqesh shumë lehtë në qytet ose mund të parocesësh së do shumë lehtë keqasje në ushqim. Mirë, po nëse përgatit vetë, atëherë edhe kontrollon sasinë e kripes edhe sheqerit të yndyrës, kështu që këto janë ndoshta diçka lexim relaksues, edhe mjafton të kemi një ditë mbar. Edhe sa më larg lajmeve toksike në internet. Po, i dëgjoni një par lajme, po jo gjitha debate televizive tani, ato janë të rëndësishme për të qenë të informuar. Po jo dëgjoni debate, pastaj një debat tjetër. Kurse fundjava të mirë që ti kalor diku në një natyrë, në një ambient të bukur. Ndoshta kjo është çelësi për të bërë një jetë të shëndetshme. Jo, sepse gjithmonë marrim shembullin. Domethënë janë një shembull i një doktorit që çdo ditë mirret me pacienta edhe i sheh problemet që përballen njerëzit çdo ditë dhe bën një jetë pak më ndryshe për të mos u përballur me problemet që pacientët e tij përballen çdo ditë. Domethënë është një shembull sepse sa mjekët janë goxha të rrezikuar për shkak se punojnë shumë. Disa përveç që kanë një orar të zakonshëm të punës, pastaj kanë edhe një orar të dytë, pastaj kur përmbetet koha për gjëra relaksuese ose për familje, me çfarëdo aktiviteti fizik ose me aktivitet mendor. Kështu që është një kategori e rrezikuar vetë mjekët. Pastaj nuk është tingëllon edhe shumë e sinqertë nëse ti nuk bën asgjë për veten edhe thu pacientëve bëj këtë edhe atë. Kështu që atë që thu pacientit duhet ta zbatosh edhe në veten tënde. Shumë e vërtetë. Ta pish vetë çajin pa sheqer, edhe vetë kafen pa sheqer, edhe vetë shkosh në palestër, edhe vetë mos konsumosh dohan. Kjo është gjëra bazike që duhet i bësh në radhë për vetë. Se që është shembull për pacientët. Ose ti reduktojnë që të risqet paktën. Po, shiko, kur është puna tek dohani duhet të ndërprejmë për fare. Kurse tjerë mund ta zvoglojnë gradualisht, po. Ajo çka na penalizon, po e them kushtimisht edhe e di që tash këtë gjyshet e nanat, ata më të moshnit kanë me ujë me që pyetje, po shpesh zakonet e mira na penalizojnë të moshuanit. Për shembull, unë e du me marrë një dietë, shkoj në palestër, shkoj te nana me najtë që të piten, ku mos me hangër atë pite tani. Një herë në javë, ndoshta nuk shkon shpesh. Ndonjëherë rregullën mund të thyhet, po sepse e dim që ne flijat i kemi shumë qef në qoftë se han fli një herë në 2 muaj nuk është. Nuk na bën. Sot është edhe ditë, është dita e flijave, piteve dhe krelonave në familjet tona. Jo, sepse sinqerisht para emisionit e lexova edhe një studim dhe e thoshte studimi që familja ka një rol shumë të rëndësishëm në vendimin e personave për me ndru stilin e jetës. Edhe unë analizova të na është një hierarki që respektohet. Unë nuk më thonë nanës se vjerës jo s'pe ha pitën se jo më djetë. S'pehan pitën temë. S'pehan pitën temë. Abden dikon familja, pajtohesh, doktor? Po, pa tjetër, prandaj prindrit do t'janë shembuj për fëmijët, kështu që ata do të konsumojnë perime, edhe pastaj fëmijët mësohen nga ata që të konsumojnë ushqim të shëndetshëm. Pastaj tek ne është edhe ajo shprehja që të mysafirët sjellin ushqime të kuqiri. Po, edhe kjo është një shembull i keq nëse ata sjellin kështu gjëra, ëmbëlsira, lëngje ose biskota, të cilët shpesh ka prindër të cilët thënë po nuk e jep fëmijës tim për të ngrënë. Kështu që më së miri të sjellin fruta. Po. Ndoshta është një zgjidhje kështu, një alternativë e mirë. Nëse do të patjetër me dërgu diçka. Sa të ka ndihmu hulumtimi për realizimin e konferencës të cilën po realizoni, me ndryshu edhe ti vetë në stilin e jetës. Ti je non tash edhe kur je non e ki sikur edhe obligim kështu me qenë shembull për fëmijën.
E kam pas, më thonë, bindjen, kam qenë nana perfekte derisa nuk jam bë nanë në aspektin e këshillave, mirë po ta marr anën pak edhe komuniteti edhe shoqënia edhe nana tjera për shembull. Sepse jam mundu që deri në moshën 2 vjeçare, duke qenë se deri në moshën 2 vjeçë gjysë kam ushqy me gji dhe nuk ka pas nevojë për qumsh tjetër dhe ëmbëlsira dhe preparate tjera. Nuk ka hala nevojë se 3 vjeç, mirë po jam mundu asgjë nga sheqernat përpos me mbushjen e 2 vjeçore që është mjalta, hurmet edhe këto gjërat tjera, do më thonë feq të thatë ose diçka e tillë, në mënyrë që mja zavëndsu dhe mja e mujt preparatin e sheqerit, mos me kërku gjërat të ëmbla për me mirë po. Tash, edhe te kopshte, ditëlindjet dhe gjitha këto vjen në kontakt me ëmbëlsirat, me tortat edhe me dekoret, edhe nuk mundesh me shmang. Mirë po në shtëpi munduam që gjithmonë një herë le të marr sasitë e frutave që unë e shot nevojshme të paktën një shujt ose 2 brenda ditës varësisht edhe prej frutave të stinës, përpos që bananën e kemi kështot që na vjen edhe kemi gjatë tërë kohës, që edhe me pa duke i konsumu vetë dhe mja zgjuat kuriozitetin që të pak mja hiq lëkurën vetë, me mundu me enda vetë, edhe në mënyrë që mju duke edhe interesant, po edhe me e përjetu ushqimin dhe me e prejkë, do me thonë. Është sfiduse, mirë po jemi mundu që kur mos me dalë për te dietës, sa asaj që ka përkadisim për vete me ushqy dhe fëmio, duke marrë parasysh që edhe si shoqëri kemi edhe gjellëra, apo shumë të shëndetshme dhe shumë me përmbajtje të fibrave tjere, që deri diku, do më thonë, përpos shtesave që fëmijët kanë nevojë që t'i marrin, do më thonë, disa vitamineve në një periudhë caktuar kohore, të mos kem nevojë me u preokupu që jo këtë nuk e hanë. Nëse unë nuk jam konsumuese diçkaje, edhe ai ka pas kuriozitet me e provu, nuk është që ja kom ndalë, se ka një herë thojmë, na e prishim kështu jo unë se ha dhe nuk ja servojmë. Mirë po, më ka ndihmu shumë, me thonë drejtën, tash edhe nëse me ik autobuse, ose nuk arri me nëzon, ecin kam, edhe thëmë, okej, masi s'po shkojmë palesën, vile po shkojmë kam deri dikon, deri kur të, ose vinë punë duke ecë diçka e tillë. Po, të pak të një aktivitet në brenda ditës fizik. Mjeku familjar është hallka kryesore si për pacientin, si për shëndetin e një vendi. A mendon, tash, unë e di që ju ka vite që ushtroni punën e mjekut familjar dhe keni kolegë që takoheni, flisni, por a mendon që pak mungon kë komunikimi dhe lidhja hala ma e mirë e mjekut familjar me specialistëve tjerë, nutricionistëve, psikologëve, që pacienti të referohet edhe të dërgohet në vendin e dur që me marrë shërbimin, a ka ende punë për të punuar të kjo pjesë që komunikimi i profesionistëve shëndetësor të jetë më i fortë? Ishtë dashur në qoftë se ne vizitojmë qendrat e mjekësisë familjare jashtë Kosovës, për shembull kanë rastin në Amerikë, përveç mjekut familjar është dietologu edhe është terapisti, është psikologu, sepse në qoftë se problemet shëndetësore nuk janë zgjidhur përmes barnave, atëherë gjëja e parë që shikohet është dieta, edhe pastaj bëhet një ekzaminim dhe një plan ditor i atij pacienti se me çfarë duhet ushqehet, sepse përndryshe nuk ka sukses në mjekimin, sidomos të hipertensionit dhe të diabetit. Po një gjë tjetër që unë dua ta sjell, Saranda, është pastaj shëndeti mendor që në vende tjera kanë terapistë që thonë, ata thonë terapistë por psikolog që merret me menaxhimin e stresit edhe të ankthit, që pacientët tonë shpesh përpiqen ta zgjidhin përmes infuzioneve, thonë jam i lodhur, edhe amanim infuzion që do me vitamina. Kjo është e dëmshme sepse gjithat përpjekje që ne bëjmë në palestër për të ndërtuar muskuj, i dëmtojmë përmes gjilparave. Ta zë me mora si shembull, ose çfarë do mënyre që ne mundohemi të jetojmë të shëndetshëm edhe të ndërtojmë fizikun tonë. E njëjta gjë është edhe me infuzionet, që mund të bëjë dëmtimi i venave të gjakut e pastaj edhe mund të kontraktohen ndonjë infeksion, ne përpiqemi që gjithçka të jetë sterile, po gjithmonë është rreziku ose të lëndohet infermiera gjatë shpimit tek pacientit ose vetes. Kështu që qendrat e mjekësisë familjare në farë mënyrë duhet të kenë vetëm mjek familjar, jo specialitetet të tjera. Po ata duhet referojnë pastaj. Po në qoftë se kanë dietolog edhe psikolog është e kompletojnë atë qendër. Mirë po komunikimi pastaj me kolegë të lëmive të tjera tek ne mungon qoftë me kardiolog ose endokrinolog edhe për shkak të sistemit që është ndërtuar dhe për shkak të numrit pacientëve që kanë qoftë mjek familjar, qoftë ata
Po dhe për shkak se neve në një farë mënyrë na mungon kultura e komunikimit, kohëve të fundit po përpiqemi që përmes zhvillimit vazhdueshëm profesional, ligjëratave që organizohen në kuadër këtij aktiviteti, që të sillen edhe mjek të lëmive të ndryshme, edhe të bëhem një urlidhse në mes të mjekut familjar dhe endokrinologut. Azëm nesër kam një prezantim me një endokrinologe, edhe flasim bashkë për trajtimin e diabetit, qoftë përmes barnave, në këtë rast që duhet barë e kujdesit parsor shëndetësor e mjekut familjar, kurse endokrinologu shërben pastaj vetëm si konsulent, qoftë përmes edukimit shëndetësor që i bëhet pacientëve, e në këtë rast duhet angazhim shumë më i madh i një resursit shumë të rëndësishme që janë infermierët. Infermierët është pastaj kontakti hallka tjetër e lidhjes mes mjekut familjar edhe pacientit. E ne në qendrën kryesore të mjekësisë familjare kemi këshillimorën ku punojnë 2 infermiere edhe që japin këshilla të mjaftueshme të gjithë pacientëve që kanë hipertension edhe diabet. Po. Ndoshta kjo është ndërlidhje mes mjekut familjar, specialistëve të lëmive të tjera, nutricientëve, mediave, shoqërisë civile. Po. Me këto e bëjmë edukimin e pacientit edhe të shoqërisë në përgjithësi. Po ka ende nga përvoja ime në përcjelljen e shëndetësisë tash sa vite, ka ende punë, domethënë, po e them bukfalisht lë ende për dëshiruar ky raporti, sidomos i specialistëve kashi mjekëve familjar, sepse ende nuk është ndërtuar tamam ç'është dohet, po ndoshta këto e penalizon edhe pse na ende si me vedisu sa duhet që me mos me ndru mjekun familjar, me pas një mjek familjar që na nje historikun, na nje komplet gjendjen tonë, prej lindjes, anamnezën, edhe prandaj edhe aje din sa kur na jemi për një endokrinolog ose një kardiolog ose ku ta dion, po këtu ka ende punë për të bërë, po që rrugës jemi duke u përmirësuar çdo herë më shumë, e pikërisht për këtë problematik flutur po do me ditë sa kanë qenë bashkëpunëtor sistemi shëndetësor, mjekët, klinikat, në përgjithësi, qofshin private apo publike, me përkra konferencën. Jemi befasuar për mirë në vullnetin që kanë pasur me qenë pjesë si e paneleve, po ashtu dhe partner të konferencës, që partner të kësaj konference janë 5 Star, Dentfix, Reklinika dhe Laboratori Avicena, dhe kanë kontribu me panelist në mbështetjen e pjesëmarrjes së tyre dhe me organizimin në përgjithësi, si dhe normal dhe institucionet tjera relevante që kanë delegu, domethënë specialistë të ndryshëm të fushave të ndryshme, e që jemi falenderues dhe do të vazhdojmë domethënë që të paktën nëse nuk arrijmë të bëjmë punë të mira, të mos shkaktojmë dëm dhe t'i ofrojmë komunitetit ca këshilla të mira për siljen e shëndetshëm të jetës, për reduktimin e rrisjeve dhe për atë që është ajo që quajmë, domethënë, jo vetëm jetë e shëndetshme, po një jetë e përmbushur dhe një vetë kënaqësi pozitive, jo vetë kënaqësi në termin e egos edhe që shkakton pastaj dëme të tjera, po thjesht një komunitet të shëndetshëm dhe të paktën së bashku ta krijojmë një ndërtim të fortë, një bazë të fortë, që dikush tjetër pastaj ledvi pas nesh ta mendos edhe një tull tjetër dhe të krijojmë diçka që t'ja ulëm edhe gjeneratave tjera. Po, me siguri e keni menduar, sepse gjithmonë nxjerrja e rezultateve është ai misioni kryesor i çfarëdo organizimi. E keni menduar edhe synimin e nxjerrjes rezultateve çka pas? Patjetër, çka pas konferencës, thash që komplet, domethënë, të çdo rekomandim që do ta jap paneli dhe konferenca në tërësi gjatë përfundimit, do të ndohet me institucionet relevante, varësisht nga tema që do të trajtohet dhe cilin sektor të themi apo dikaster e prek, në mënyrë që politika tjera të punojnë për qytetarin dhe jo qytetari për to. Bravo. Doktor Rushet, do jeni pjesë edhe e konferencës edhe paneleve, si që jeni pjesë edhe përditshmërisë së pacientëve tuaj, cili mendon që ose si e parashikon ti që konferencat të tilla, eventet të tilla, qofshin edhe emisione, si që është kjo bisedë që po bëjmë tani, mund të ndryshojnë pozitivisht në këtë stilin e jetës që po luftojmë na kaq shumë? Po patjetër që ndikojnë, edukimi shëndetësor është shumë i rëndësishëm, është baza për zgjidhjen e problemeve.
Edhe në këtë rast në qoftë se ne flasim për zvoglimin e dëmit, unë kam punuar gjatë me përdorus të drogave, edhe ato është koncepti që dëmi është bërë, për spaku të mos bëhet dëmi më i madh. Kjo politik, të them, mund të zbatohet në gjithçka tjetër, ta zëmë dhe të qofte ushqyeshmëria e dobishme, e shëndetshme. Gjithmonë ju them pacientëve se disa nuk e përballojnë dot ndjenjen e urisë, dëshirën për të ngrënë diçka. Gjithmonë zgjedhë alternativën më të mirë. Spaku mendoj që kjo është më e dëmshme, edhe kjo është më pak e dëmshme sa i përket konsumimit të ushqimit. Kur është pirja duhanit, disa nuk janë gjendje që ta lënë duhanin, për fat keq ne edhe nuk kemi specialistë që merren vetëm me çështje të duhanit që të ndihmojnë edhe përmes terapisë që ka edhe përmes janë disa substanca që përkohësisht ju japin derisa ata të kalojnë krizën e pirjes së duhanit. Në qoftë se pi duhan spaku mos pi në makinë. Në qoftë se pi duhan mos pi në ambiente të mbyllura. Për shembull nuk lejohet në asnjë mënyrë që të pihet të një grua shtatzën. Edhe këto janë mënyra për të zvogluar dëmin. Ne e dim që cila është mënyra më e mirë për të jetuar, po të paktën mos bëj gjëra të cilat e rrezikojnë akoma më shumë shëndetin tuaj. Për shembull ata që pinë alkool, edhe më ka rënë që kam punuar në ndërrimet të natës edhe vinë plotësisht të intoksikuar, të rinë kanë qef edhe të pinë. Po ajo që i themi është në qoftë se ke konsumuar alkool, spaku mos vozit vetë, mos shkon në shtëpi, therr një taksi, sepse mund të shkaktojnë aksidente. Kështu që këto gjëra ndikojnë tek njeriu. Fjala ndikon shumë, sidomos e profesionistit shëndetësor, mjekut, në qoftë se flet një antarit familjes, të dëgjon më pak, po në qoftë se flet pacientit, ai ka një besim shumë të madh tek mjeku, tek profesionistit shëndetësor, tek mediat, ka ndikim shumë të madh, është një nisë shumë e mbarë, edhe besoj që me pas impakt tek popullata jonë. Nga përvoja, ka pacient që kur i ke thonë ti po të rrezikohet shëndeti zemrës, duhesh urgjent me lanë duhanin, alkoolin. A ka që i nje, që e kanë lënë nga frika? Ka patjetër, edhe këto është një farë xhelozie se ato ndryshimet që ata janë në gjendje mi bën trupin e vet, nuk jam gjendje t'i bëj vet. Se ka pas që kam thënë një pacient me hipertension që duhet të ndryshosh stilin e jetës, por ndryshe duhet të përdorësh barda. Edhe kur pas 3 muajve ka bërë një ndryshim spektakolar në kuptim të uljes së peshës. Do të thosh kjo me i kërcënu pak. Po, jo, është atë që i them në intervistë motivuese, po ti do të shpenzosh shumë energji me ta, të spaku të flasësh gjysmë ore që t'ja ndryshosh stilin e të menduarit edhe të jetës. Intervista motivuese, jo patjetër që ti friksosh, po të jepësh informata të sinqerta. Po patjetër që ti do të dëmtosh mëlqinë nëse vazhdon të konsumosh kaq shumë alkool. Edhe pastaj ne aty e bëjmë edhe ultratingullin e organeve të abdominale, pastaj ultratingullin e arterjes karotide, edhe në qoftë se ti ato zbulon pllaka në arterie, ato janë shumë të vërejtshme. Kështu që kur i thua pacientit që ke pllaka në arterie, në ekzaminim me ultratingull dhe që ai sheh edhe vet, është pak e frikshme për të. Edhe i thua që arsyeja kryesore është duhani. Edhe mundet edhe me e lanë. Po, ka dhe që edhe e lanë duhanin për shkak të rrezikut që pastaj të fitojnë sëmundje kardiovaskulare. Kur ti ke një pllak në arterien në një damar kaq të madh, para mendo se çfarë do të kesh në arteriet e vogla të zemrës. Kështu që ndryshoj stilin e jetës edhe kuptimin e konsumimit të yndyrnave, spaku një luk më pak yndyr, ose përdor yndyrë cila është më shëndetshme se që është yndyra vaj i ullirit të krahasim. Megjithëse po janë të shtrenjta. Konsumi ditor është shumë i shtrenjtë. Mirë, po kanë impakt, ka patjetër që fjala e mjekut ka impakt edhe vizita radhës pastaj ndryshon tek pacienti. Mirë, po është mirë që t'ja përsëritesh prapë pak a shumë të njëjta gjëra, sepse njeriu reflekton dikur, herën e parë vetëm e ka mendimin edhe pastaj thot po pse mos i bëj këto gjëra. Po edhe në psikologji thuhet që i duhet kohë fillimisht me pranu
informacionin, pastaj me u mësu me jetu me to, kështu që duhet me i dhënë kohë dhe pacientit me u përballë me to. Kjo ishte edhe arsyeja pse u gëzova konferencës. Ju ftoj edhe një herë në lifestyle konferencë, keni edhe në Instagram edhe në Facebook, e kanë linkun ku mund të aplikoni dhe t'jeni pjesë e konferencës, t'i bëni pyetjet tuaja për që gjitha ata persona të shëndetit fizike, mendor, të cilët do t'jenë të gatshëm dhe do t'jenë aty për juve, të përgjigjen në çdo pyetje juaj, po edhe të mësoni shumë prej tyre, prej punës së tyre, prej informacionit që kanë e çdo gjë tjetër. Një konferencë e tillë ndihmon shumë që një nga familja t'i ketë këto informacione, të ndikoj tek familja vet, ajo familje të ndikoj tek koqësia e kështu me radhë, e pse mos jemi një vend me një shoqëni të shëndetshme. Doktor Zhushit, luter, unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me qenë pjesë e familja jonë sot. Patjetër, ishte kënaqësi. Ne do të shihemi edhe në konferencë patjetër. Faleminderit shumë. Patjetër, jeni të mirëpritur. Faleminderit shumë. Faleminderit ty Saranda. Dashur miq, siç e thanë edhe të ftuarit e mi, për ndryshimin e stilit të jetës gjithmonë duhet të keni kujdes të paktën 3 gjërat kryesore. Një aktivitet fizik, qoftë një ecje pak më shpejt, qoftë një detoks i ushqimit, të cilën ndoshta me javë tona keni konsumu pa shëndetshëm, hajde disa javë të mundohemi të eliminojmë yndyrna dhe të mundohemi të hajmë sa më shumë fruta dhe perime, ujë me konsumu sa më shumë, me u largu, me u distancu prej lajmeve toksike të cilat i marrim çdo ditë në rrjetet sociale. Ironia e fatit është që na jemi çdo ditë me telefona në dorë dhe kur e mendon që telefoni është shpikur për me zbu distancën mes njerëzve dhe po ndodhe kundërta, telefoni e ka kriju një distancë dhe më të madhe brenda një dhome, brenda një shtëpie, brenda një zyre, edhe patjetër që duhet ta bëjmë një detoks të trurit ton, për shëndetin ton mendor edhe përmes telefonit. Në palestër mos e merrni me vete, në orar të punës sa më pak vetëm për urgjenca. Të paktën t'ja japim vetes një rutinë të shëndetit mendor të mirë, e cila ndikon shumë pastaj edhe në të ushqyer, sepse një person i stresuar edhe ushqehet keq, sepse ato nevoja i kërkon organizmi. Ne do të shkojmë në diçka tjetër në rubrikën tonë të dytë. Organizata Vorae ka një mundësi tepër speciale për studentët. Ka qarkulluar këto ditë një video ku është promovuar puna e madhe që po bëhet në këtë OJC, ku po bëhet një dedikim specifik i studentëve, e gjitha atyre që thonë e kisha bë këta, po nuk e ka mundësin, ja që Vorae po jep këtë mundësi të artë, e ju student dashur, e keni mundësi në duar tuaja, mjafton ideja dhe mund të realizani për çka është fjala, e kuptoni nga mysafirët tanë të dytë.